Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri zhvilloi një takim me ish ushtarak dhe veteran të rajonit nr. 2 në Bashkinë e Vlorës. Gjiknuri i cilësoi ata si kontributor ndër vitet të Partisë Socialiste, duke shprehur mirënjohjen për mbështetjen e përhershme që ata kanë treguar. Unë kam pasi traditë kur kam qenë drejtues politik në Vlorë që të mblidhja të gjithë brezat e kontribuesve, ju gjithë jeni njerëz të nderuar dhe ju përgjigjeni këta ftesë. Unë do të jem një zë i fortë që duhet të përfaqësoj. Kjo krahinë është krahinë me zemër të fortë, me karakter të fortë, në aspektin klasik të mbajtjes së fjalës dhe përballjes edhe me realitetin. Këtë gjë unë do ta bëj dhe do ta bëj vazhdimisht. Përfaqësoni vlerën në qytet, secili në mënyrën e tij ka kontribuar për Partinë Socialiste, ka kontribuar për këtë bashki, dhe pse jo do të vazhdoj të kontribuoj dhe unë mund të jem një pikë e mirë lidhse. Gjiknuri në fjalën e tij listoi argumentet se pse duhet votuar sërish Partia Socialiste në këto zgjedhje parlamentare. Është partia më organizuar, ka përfaqësimin më të mirë dhe ka një program, ndërsa ka dhënë prova që është partia që ka bërë më shumë për njerëzit, për zhvillimin e vendit. Mbi të gjitha është forca politike që i ka kthyer dinjitetin vendit, i cili ka hyrë në një fazë stabiliteti, theksoi ai. Gjiknuri cilësoi aspiratën e shqiptarëve për futje në Bashkimin Evropian si një realitet të mundshëm në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Njerëzit e kanë spektrin e ngjyrave aty, të zgjedhin këtë duan. Unë besoj dhe e kam me shumë dëshirë përfaqësoj ato vlera të trashëgimisë socialiste që ekziston te gjithë ju, sepse thash ju keni bërë betejë edhe më parë edhe më shumë se unë. Të jemi gjithmonë bashkë për të mirën e Vlorës. Unë personalisht do bëj maksimumin. Votën masive të qytetarëve të Vlorës në nivel qarku për Partinë Socialiste dhe për emrin e tij. Gjiknuri cilësoi si mbështetje për të qenë një zë i fortë, duke i përfaqësuar denjësisht në mandatin e ardhshëm si deputet i tyre. Përmes mbështetjes suaj, unë do të jem një zë i fortë për të punuar për qytetarët e komunitetin. Dua të jem një bashkëudhëtar për problematikat tuaja, duke i përçuar aty ku duhet, theksoi Gjiknuri në takimin me ish ushtarakët dhe veteranët e rajonit 2.